Plani i Romës së tretë, gjeopolitikani rus që parashikoi gjithçka. Apo ndodh tani? Ka një libër të shkruar në vitin 1996 që shumë njerëz nuk e kanë dëgjuar kurrë. Por, sipas disa nga analistëve gjeopolitik më të vëzhguar sot, ky libër shpjegon pothuajse çdo gjë që po ndodh në botë tani. Lufta në Ukrainë, tensionet midis Perëndimit dhe Rusisë, kriza e rendit global, rritja e nacionalizmit në të gjithë botën. Libri quhet Themelet e gjeopolitikës dhe autori i tij është Aleksandr Dugin, filozofi dhe strategjisti rus që disa e quajmë truri i Putinit. Dhe tani, profesori kinez i gjeopolitikës Jiang, ai që parashikoi fitoren e Trumpit dhe luftën me Iranin, ka prezantuar analizën e tij mbi vizionin e Duginit. Konkluzioni i tij? Dugin ka të drejtë dhe Rusia po e zbaton planin fjalë për fjalë. Para se të hymë te plani, duhet të kuptojmë burimin. Aleksandr Dugin është filozof, strateg dhe ideolog rus. Libri i tij i vitit 1996, Themelet e gjeopolitikës, u bë tekst studimi jo vetëm për intelektualët rus, por sipas raporteve, edhe për akademitë ushtarake dhe shërbimet e inteligjencës ruse. Sipas profesorit Jiang, Dugin është ndër mendjet gjeopolitike më të zgjuara dhe gjalla sot. Argumenti qendror i Duginit është ky. Momenti unipolar i dominimit amerikan, periudha pas rënies së Bashkimit Sovjetik, kur SBA ishte superfuqia e vetme e padiskutueshme, do të zbehet dhe do të shembet. Por pse? Sepse themelet ideologjike të Perëndimit janë vetë shkatërruese. Sekularizmi, individualizmi, liberalizmi, këto ide, sipas Duginit, shkatërrojnë komunitetin. Shpërbëjnë lidhjet shoqërore, izolojnë individin, dhe një shoqëri pa lidhje të forta shoqërore, pa besim, pa identitet kolektiv, është një shoqëri e brisht. Sipas Duginit, këto vlera janë antinjerëzore në kuptimin se i kundërshtojnë natyrën themelore njerëzore, nevojën për komunitet, kuptim dhe identitet kolektiv. Dhe kur shoqëria perëndimore të shembet nën peshën e vlerave të veta, kjo do të hapë rrugën për diçka të re. Për Romën e tretë. Çfarë është Roma e tretë? Koncepti i Romës së tretë është i vjetër në mendimin rus. Roma e parë ishte Roma antike, qendra e qytetërimit dhe kishës katolike. Roma e dytë ishte Konstantinopoja, kryeqyteti i perandorisë bizantine dhe qendër e krishtërimit ortodoks derisa ra në duart e osmanëve në vitin 1453. Roma e tretë, sipas kësaj tradite teologjike dhe politike, është Moska, trashëgimtarja legjitime e qytetërimit të krishtërimit lindor. Dugin e merr këtë koncept të vjetër dhe e kthen në strategji gjeopolitike moderne. Kur rendi global perandimor të shembet dhe Dugin beson se kjo është e pashmangshme, Rusia duhet jetë e gatshme të jetë shtyllë e re qytetërimit. Por çelësi i planit, sipas prezantimit të profesorit kinez, nuk është se Rusia do të fitojë luftën kundër perëndimit. Çelësi është shumë më i thjeshtë dhe shumë më i mençur. Rusia thjesht duhet të qëndrojë. Ky është momenti ku analiza bëhet vërtet intriguese. Profesori Jiang thekson se ajo që e bën Dugin genial është ky realizim. Kur bota shembet, ata që janë më të varur nga sistemi global do të vuajnë më shumë. Dhe kush është më i varur nga ekonomia globale? Shtetet e Bashkuara, Kina, Europa, vendet e lindjes së mesme. Ekonomitë e mëdha, të integruara, të ndërvarura janë pikërisht ato që rrezikojnë kolaps më të thellë kur sistemi tremdet. Rusia, nga ana tjetër, me territorin e saj masiv, burimet natyrore, ushqimin, energjinë, ka potencialin për vetë mjaftueshmëri në mënyrë që vendet e tjera nuk e kanë. Kështu strategjia bëhet e qartë. Hapi i parë, Rusia duhet të mbajë koherencën e brendshme, të mbrojë territorin e saj, të bashkojë popullin e saj nëpërmjet nacionalizmit, fesë dhe identitetit kulturor. Hapi i dytë, Rusia duhet të gjejë aleat që ndajnë të njëjtin orientim, vende që nuk janë në bllokun perëndimor dhe që kanë interes të ndërtojnë një sistem tregtar alternativ. Profesori Jiang citon nga Dugin, Japonia, Vietnami, India, Irani si aleat të mundshëm. Hapi i tretë,
Duke kombinuar forcat e këtyre vendeve, krijohet një blok tregtar i pavarur nga sistemi perëndimor. Një fortesë ekonomike që mund të funksionojë edhe kur sistemi global shembet. Dhe pastaj, thjesht të presësh, sepse ndërkohë, sipas Duginit, Shtetet e Bashkuara do të përjetojnë luftë civile ndërmjet majtës dhe djaftës. Kina do të shembet, lindja e mesme do të shembet, Europa do të shembet, dhe Rusia, koherente, e bashkuar, vetë mjaftuese, do të dalë si struktura e vetme e qëndrueshme e mbetur. Por, ka edhe një element tjetër të kësaj strategjie që profesori kinez e thekson dhe është i rëndësishëm. Lufta nuk është thjesht mjet territorial, lufta është mjet shoqëror dhe psikologjik. Sipas analizës, lufta ka fuqinë të bashkojë imagjinatën dhe besimet e njerëzve të një kombi. Kur një vend është nën kërcënim, njerëzit lënë më një ndalimet e brendshme. Nacionalizmi rritet, feja bëhet forcë bashkuese, identiteti kolektiv forcohet. Pra lufta shërben si vaksinë sociale, fuqizon imunitetin kulturor të shoqërisë kundër shpërbërjes që vjen nga vlerat liberale perëndimore. Dhe profesori Zhang thot diçka tepër konkrete. Pushtimi i Ukrainës nuk ishte reagim ndaj zgjerimit të NATO-s. Ky ishte argumenti zyrtar rus dhe ai që shumë analistë e pranuan si shpjegim. Por sipas profesorit Zhang, ky shpjegim është sipërfaqësor. Pushtimi i Ukrainës ishte zbatimi i vizionit madh të Duginit. Ishte lëvizja e parë konkrete drejt Romës së Tretë. Pse Ukraina specifikisht? Sepse kush kontrollon Ukrainën, kontrollon 1/3 e karbohidrateve të botës dhe sasinë masive të energjisë. Dhe kush kontrollon Ukrainën dhe detin e zi, mund të eksportojë energjinë dhe ushqimin e vet drejt Afrikës, lindjes mesme, Europës dhe Azisë. Pra Ukraina nuk është thjesht territor, është çelësi i vetëmjaftueshmërisë strategjike ruse, themeli mbi të cilin ndërtohet fortesa që do t'i mbijetojë kolapsit global. Ky është vizioni i madh i Aleksandr Duginit, i prezantuar sot nëpërmjet analizës së profesorit kinez. Një strategji e konceptuar në 1996, e shkruar kur SBA ishte në kulmin e dominimit të saj, kur Rusia ishte e dobët dhe e poshtëruar. Por Dugin kishte parashikuar se ky dominim do të ishte i përkohshëm. Dhe tani, 30 vjet më vonë, bota është duke u transformuar sipas modelit që ai përshkroi. Perëndimi nën presion të brendshëm, polarizim politik ekstrem, krizë identiteti, luftë me Iranin. Rusia e angazhuar në luftë që sipas kësaj analize nuk ka si qëllim vetëm territorin, por konsolidimin kulturor dhe strategjik. Dhe bota po bëhet gjithnjë e më shumë multipolare, ashtu si Dugini e parashikoi. A ka të drejtë Dugin? A ka të drejtë profesori Yang? Kjo është pyetja që meritojnë ta bojnë të gjithë ata që duan ta kuptojnë botën, jo ta pranojnë narrativën zyrtare të çdo pale. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.